Rikthehemi në Living Roomin e Vision Plus. Bisedoj me zonja sot që kanë jetën të mbushur e të ngarkuar me përgjegjësi si një pjesë e madhe e juaja që na shihni në këto momente. Dhe në një moment të vetëm, ndoshta do të dëshironim që të arratiseshim nga gjithë kjo, apo do të dëshironim që të na thonin e ke një ditë të gjithën vetëm për vete. Gjithë kjo ngarkesë e madhe, e ditës, e punës, përgjegjësitë, detyrimet me fëmijët, me bashkëshortin, me bashkëpunëtorët në punë e kështu me radhë, u lehtësojmë sot, u heqim nga supet. Dhe kjo ditë është e gjitha për ju. Unë do të nis fjalin, secila prej jush e përfundon sipas mënyrës së saj. Nëse do të isha vetëm 24 orë, unë do të lexoja gjithë ditën. Do të lexoja gjithë 24 orëshin. Do dëgjoja muzikë pafund. Do dëgjoja muzikë. Edhe do kërceja. Do bëja të gjitha punët e shtëpisë pa pengesë. O baba. A ke dhe shtëpia ime? Jo, faleminderit. Unë do shifja filma, do haja, do dilja. A dhe filma. Po, filmat i pas marruar, po. Filma do shikoja ndoshta. Shumë filma, do klea. Pyetja e parë e kuicit është kjo. Cila është gjëja e parë që do bëje nëse zgjoheshe nesër dhe askush nuk do të kërkonte asgjë prej teje? Do të flija sërish, do ikja diku vetëm, do të shkoja të kërceja, apo do rija në shtëpi pa bërë asgjë më në fund? Det, do ikja diku. Si ishte deti? Jo ishte, do ikësh diku vetëm. Do ikja diku vetëm. Unë do flija disa orë sërish dhe pastaj do ikja, pastaj bën. Unë do të bëja gjitha. Mirë, anë pastaj bën. Do kërceja. Aja besoj, paj. Do flija sërish. Mungesa gjume, po. Sa shpesh mendon, do doja një ditë vetëm për vete? E mendon çdo ditë? E mendon një herë në javë? E mendon kur jam e lodhur fare, asnjëherë, por tani që e mendova, e dua këtë ditë. Unë njërë një javë e mendoj. Njërë në javë e mendoj gjithmonë, po. E kam nevojë njërë një javë. Unë asnjëherë sepse e kam ato luksin që mos t'i marr leja askujt për të bërë pushim sa herë dua. Por tani që e mendove, e do një ditë pushim. Në rregull, dakor, po e pranoj. E njëjta. Po. Kur jam e lodhur fare, po me të prapë gjej ditën, nuk është se më ka munguar. Po kur je e lodhur fare, do doje një ditë vetëm për veten tënde. Kush është personi që të thërret më shpesh gjatë ditës për ndihmë? Është fëmia? Është bashkëshorti? Është kolegja stafi? Nëna, motra, familjar të tjerë? Jam unë që thras tërë ditën për ndihmë. Të tjerat? Të gjithë këta. Me krye bashkëshortin. Mua me thënë drejtën nuk më thret ndonjë, po ta mendosh. Si t'ja bëj, si të përgjigje? Po. Gjithë fatë që në kë. Kam punuar unë për këtë fatë. Kam punuar sepse e ka kaluar fatë. Duke i lënë të tërë, nuk është puna atje, duke i lënë, sepse mund të bësh edhe kur rriten fëmijët të varur mbas teje, varet çfarë lloj nëne dhe çfarë lloj prindërimi zgjedh të bësh. Po duke i lënë që të eksplorojnë dhe të punojnë vetë, i kanë bërë ata, po ndërkohë çfarë ka ndodhur? Janë bërë varur vetë, sepse duke dashur lehtësira dhe gjëra kështu mos të lodhen, filloj edhe i kërkoj të tërve nga një nder të vogël tërë ditën. Që në kanë të tjerët për të arratisur një ditë nga ti. Po e bukur kjo. Shumë. Ndoshta. Cili nga opsionet, Klaudia? Po djetë, fëmijët gjatë gjithë kohës, mami, ndonjëherë, dhe mozot. Ka shumë mbërson kemi. Ku është babai në gjithë të histori? Ku është babai? Babai aty është prezent. Okej, mirë. Po i thrasti, aty është prezent, tani ata shimi që kanë, sidomos çunat. Çunat, po. Unë akoma kam djalin 17 vjeç dhe thot mami. Pastaj unë e kam edhe tipin që jeni të lumtura, ndjeni kështu shumë të vlerësuara dhe ajo egoja juaj edhe vetë vlerësimi juaj si mama. Jo, fare. Kur ju kërkojnë kështu se... është shpak. Se nga që ta kuptoj këtë gjë, Eda. Po dua ta kuptoj se si ndje, se duke ja bërë shumë yzmetin pjesës tjetër, nuk e ndjej këtë lloj gjëje. Po mirë, edhe kur kanë qenë dvegjël ke pasur të njëjtin raport, do të thënë fëmijët njëjtë çasti, po. Shiko, kam folur me fëmijët gjithmonë ashtu sikur ata të ishin të rritur. Sigurisht që i kam ndihmuar, ju kam qëndruar pranë. Një herë kur shkoja me djalin dhe gjeja metoda lehtësuese. Në shkollë kisha një çantë me rrota, edhe të riqa zvar. Po esni përpara dhe ishte një mama me fëmin tjetër, edhe mamaja që e mbante çantën e rënd të shkollës, të djali dhe desh gati i thyeshin këmbët nga pesha. Dhe djali im që më thot, o ma, e shikon atë mamin tjetër, ja mba në krah çantën fëmijës vetë.
I tha shumë mirë, ajo ka zgjedhur t'ja mbaj në krah, ndërkohë që unë kam zgjedhur një gjë më lehtësuese, një opsion më lehtësues për mua. Tani unë kam vënë trurin tim në punë për gjetur një super zgjidhje për veten time. Kjo është problemi im. Jo se s'kam që ndihmë, por gjej metoda lehtësuese që ta bëjmë jetën çik më të lehtë, edhe më të bukur. Atë e bëj më shpesh për ndihmë. Djali sa bëhet. Jo. Edhe pacientët po janë në hajde, domethënë janë në mute për shumicën e kohës. Djali gjatë gjithë kohës. Edhe nëse është aty bashorti im, gjithmonë mendimin do jetë prapë pyes mamin. Që djali është disi më i ri, 17 vjeç është djali dhe gjithmonë më pyet për çdo gjë, Tani për këtë dhelp e gonë time, sigurisht, që sa po e the. E mendoj. Dhe ndihem mirë, do më thënë që kanë më merr mendimin, që pyet për çdo gjë. Nga ana tjetër më duket sikur e kam mësuar vetë ashtu dhe e kam mësuar vetë ashtu. Thjesht për të dhelur e gonë time. Jam koshente për këtë. Psikologe, ndërgjegjshme, e di se çfarë do, i ka sjell situatat. Dhe zgjat sa do vetë. Për mua, sigurisht që dhe goca ime më thret shumë shpesh, po që kjo s'do thotë që se thret dhe bashortin tim dhe shumicën e gjërave i bën vetë se është e pavarur. Megjithatë unë kam edhe mamin edhe vllajin që gjithkohës hajde ti një herë, nuk mendon që pa mua gjithsesi. Hajde ti një herë. Të thrasin ata. Është e kundërta jote, e kundërta. Kujtova se Jo. Ndonjë gjë të madhe, po më duan dhe mua një gjithsesi që ti kam punuar. Pra pas ke shumë, është pak me humor kjo. Në atë ditën e lirë nuk do doje të kishe shefin, fëmijët, me gjithë dashurinë e madhe që ke për fëmijët, po flasin vetëm për një ditë, me atë kunatën e zhurmshme, apo me listën e gjërave për të bërë. Është ajo lista e gjatë duhet. Jo, lista është e bukur. Me listën e gjërave për të bërë. Atë nuk e do, listën ta marrësh për vete. Çdo me listën jam. Tash kjo lista është lista për të bërë apo lista për të blerë edhe për të parë edhe për kështu. Kjo është ajo lista që detyrimeve. Në mëngjes kam këtë në drek të Jo, detyrime, lëre blerë, detyrime. Ja vështirësoj pak. Jo, po them shefin, s'kam shef, po s'poj përmend tjerat. Bukur. Shef nuk kam, po them shefin. Listën patjetër. Listën. Kam përshtypjen që një ditë të lirë, edhe atë ditën vetëm e patjetër, do donte me kunatën e zhurmshme do flet. Dëgjoj, atë e mendova një herë, pastaj e lash. Kunata e zhurmshme do Kleas është Alberia Hadërgjonaj. Po. E zhurmshme, po e bukur, ka shumë humor Alberia. E pra, po do ta donte, neve po thoshim çfarë do donte. Po mbase nuk e do një ditë, e do pushime atë ditë, apo jo? Në kohë të fundit nuk është se shikohemi shpesh, dikur kemi pasituar bashk, dhe ka qenë atëherë ka qenë shumë mirë. Jo, të them drejtë, kam shijuar shumë me të. Po stoje një ditë të jem Kemi që të dyja, jo, të mërin jo, në atë ko jo. Jo, e kam shijuar shumë me të qëndrin me të, se është natyrë shumë... Ska thënë Alberia për ty? E ndoshta, kjo mund tjetë. Tjetër, kunata ka thënë kjo mund tjetë. Janë goca shumë mira që dyja, kështu që se besem të ketë ndodhur ajo. Kjo ishte një pyetje pak me humor. E pranoni këtë gjë, apo jo? Sigurisht. Por në të vërtet, si mendon Lia? Listën. Dakor. Çfarë do ndaloje plotësisht për një ditë vetes tënde? Telefonin, gatimin, palestrën, apo marrja me përgjegjësi që nuk të takojnë? Telefonin pa diskutim. Telefonin. Se marrja përgjegjësi që të takojnë, e da i gajojnë vetë. Po tashi, edhe përgjegjësi duhet që të reduktohen, nga ndonjëherë të bien, edhe kur ti të shpërndahen. Bien përgjegjësit, neve nuk mund t'i shmangemi dot, si kundër thonë që largo stresi. Një mikesha ime tha, po si mundet ta largojmë, se nuk largohet 100%, edhe përgjegjësit njësoj. Nuk mundet largojmë, por ndërkohë që ti i mendon, i logjikon, i peshon, i menaxhon. Dhe i shpërndansh. Nëse do të dhurohej një ditë e lirë çdo muaj, si do të quhej ajo ditë për ty? Dita e shpëtimit, dita ime. Ditë pa mami dhe ditë pa a je lirë tani? Dita kur kujtoj që jam njeri dhe jo një sistem mbështetës. Si do të quhej kjo ditë e muajit? Dita ime. Dita ime, e ëmbël shumë. Dita ime, sigurisht. Dita ime do të quhej edhe për ty. Dita e shpëtimit për asnjërin. Ja. Dita pa mami dhe a je lirë tani? Të kaloj pak nga ti? Je lirë tani? Atë kemi kaluar, qërë.
Pra, vërtet është ne kemi shumë të rëndësishme që të ndihemi të vlerësuar nga të tjerët. Kjo jep kuptim ditës tonë, jep kuptim ekzistencës dhe qenies tonë. Kemi qenie sociale është pashmakshme kjo gjë, por pikë së pari duhet të ta kuptojmë që nuk varemi edhe nuk duhet të jetojmë nga mendimet e tjerëve, ose nga gjykimet e tjerëve, ose se sa pranuese janë tjerë ndaj nesh, sepse edhe mund të mos jenë. Edhe ata mund të jenë gabim, edhe ata kanë mendime të ndryshme nga tonat. Ndërkohë që ne duhet të jemi të kënaqur me atë që jemi vetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në ditët e sotme, sepse është një gjë që po vuajnë të tërë. Eda, si të përqendrohemi te vetja jonë, që edhe kur të vi ai momenti që askush nuk ka nevojë, ndoshta realisht për ne. Ne të ndihemi mirë që mund të jetë në pension për dikë, mund të jetë më herët për dikë tjetër, mund të jetë momenti që largohen fëmijët me studime jashtë shtetit për shembull, ose mund të jetë momenti kur i duhet të tërhiqet apo e largojnë nga puna, pak rëndësi ka kjo. Kur ky moment të vi, ne si të jemi gati. Duhet ta kemi përgatitur prej kohësh. Duhet i bëjmë terapi vetes ndoshta. Ose fakti të bëri gjithçka për aq kohë, do të thënë në kohën që ti po bën diçka, të bëri gjithçka, të bësh limitin, ose t'japësh gjithçka tënden. Unë për shembull kështu funksionoj në çdo lloj marrëdhënie. Edhe në momentin që mendoj se normalisht jam edhe Virgo, edhe mendoj gjërat çfarë ndodhin pas. Në fund. Edhe në momentin që mendoj kohën kur tre çunat e mi të kenë krijuar jetën e vet, nuk jam fare nga këto mama që jo do jetoj, no. Se cilit jetoj jetën e vetë. Ama e di që unë kam bërë gjithçka për ata, dhe më thënë unë kam kushtuar gjithçka time natyre, kështu që kur të vi momenti ti çdo e pranoj, edhe kaq. Pra, një farë dhimbje do ndjesh, sepse është e pashmangshme. Unë kam provuar vetë në Vajzën kur riku me studime jashtë vendit, edhe viti parë ka qenë të mërshëm për mua. Shkoja gati çdo muaj. Pa diskutim. Gati çdo muaj, u bëra kliniç, u bëra. Gjatë këtyre viteve, teksa të gjithë ne investohemi në punë, investohemi tek familja, patjetër, është e rëndësishme që të zhvillojmë edhe pasione. Sigurisht, kjo është gjë më e rëndësishme. Mos harrojmë që ne jemi qenie. Mos harrojmë që dikur ne kishim dëshirë të pikturonim, dikur ne kishim dëshirë të kërcenim, dikur kishim dëshirë kur ishim pa angazhime të mëdha flas. Gjithkush ka pasionet e veta, të pikturoj, të shkruaj, të bëj poezi, thjesht të shkruaj mendimet e veta. Kjo është mënyra të kthesh tek vetja. Kjo është një mënyrë që ti të shohësh të potencialin tënd, duke u rikthyer aty ku çfarë ti ke dashur të bësh vërtet gjithmonë. Edhe do kuptosh që është shumë e bukur kjo gjë. Kur e kupton, kur arrin ta kuptosh të, atëherë ti je plotësuar në veten tënde dhe e gjithë e kupton pa dashur, e gjithë bota kthehet duke të parë ty dhe po, është e bukur dhe të rrethon, nëse dikush është energjia jote që ti e je pa dashur, duke qenë e lumtur me veten tënde, që të tjerë ti bën të kthehen te ty pastaj. Kur duhet të investojmë te vetja gjatë gjithë këtyre viteve, neve njëkohësisht me punërat edhe me impendimet e përditshme që kemi, të mos harrojmë atë investimin te vetja jonë. Një hobi për veshjet, për shembull unë kënaqem shumë në ato orët e lira me veten time, që provoj veshje të ndryshme në një dhomë që kam kaq origjinale. Po pra, nuk vi rastësisht ndronin këto kombinime. E vërtet. Kaq bukur sa të qëndrojnë. Dhe kjo zhvillohet edhe unë kaloj një orë të ditës duke dëgjuar muzikë dhe duke provuar veshje, ndërkohë që jam komplet me veten time. Por kjo më ka mbushur një pjesë të kohës, kjo më ka zhvilluar diçka, një vizatim që mund bësh. Dhe nesër pas nesër kur të ndihesh, si të thuash, bosh se fëmijët ikin dhe çerdhja sikur zvoglohet sepse ata largohen, atëherë ti je komod me veten. Dhe sa mirë kur ndihesh komod me veten. Dhe nuk ke nevojë që dikush të thotë, kjo ditë është vetëm për ty. Mund të marrësh një ditë vetëm për veten tënde, sepse ti dal nga dalja ke krijuar vetes këtë hapësirë dhe kur ai moment të vi natyrshëm, ti ke pasionet e tua dhe ke jetën të përmbushur ashtu siç të dëshiroje. Donim neve na tove në kanalin tonë. Po është kështu apo jo? Po jam dakord, është kështu. Ashtu është. Jam e lumtur që ndat eksperiencat tuaja edhe këtë herë, këtë pasdite në living roomin e Vision Plus. Ishte shumë e bukur. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish. Faleminderit. Faleminderit.